Zgjedhjet e përsëritura në Gostivar pritet të sjellin një garë të jashtëzakonshme në këtë komunë. Valbun Limani i ASH-së Taravarit kandidon në kuadër të AKI-s, ku bën pjesë edhe BDI-ja, ndërsa do të përballet me ish-kryetarin e komunës Nevzat Bejta, i cili për 20 vite ka qenë figura kryesore e BDI-s në Gostivar, ndërsa tash përkrahet nga Vleni. Sonte dorëzuam kandidaturën time për kryetar komunët Gostivarit në kuadër të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Mesazhi jonë është që urojmë që të ketë zgjedhje fair, demokratike, gjithçka të kalon në rregull dhe shpresoj që këtë herë në Gostivar do të kemi një kryetar të përzgjedhur. Presim fitore gjithsesi, do të shohim me çfarë rezultati, varësisht prej jehanës apo daljes së votuesve, ne presim rezultat ndoshta edhe më të mirë, gjithë së bashku kështu kompakt, besoj që më 11 janar do të dalim dhe gjithë së bashku do ta festojmë fitore. Nevzat Bejta gjatë dorëzimit të kandidaturës u prit nga ish-drejtorët dhe ministri i shëndetësisë. Duke falënderuar krerët e Vlenit, tha se qëllimi është që të punojnë për qytetin, i cili sipas tij për 8 vite është shkatruar. Unë jam shumë mirënjohës nga gjithë qytetarët e qytetit të Gostivarit. Pa dallim se kuj partije politike i takojnë, pa dallim kuj nacionalitetit i takojnë, që na japin mbështetjen për të mirën e qytetit të Gostivarit. Po ashtu, një falënderim të madh liderëve të Vlenit për mbështetjen që ma japin për të mirën e qytetit të Gostivarit, për shkak se për 8 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që ma japin liderët e Vlenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Aleanca për shqiptarët krahu i Ziadin Selës, që së fundmi u largua nga AKI-ja, me shumë gjasa nuk do të ketë kandidat në Gostivar, por po në Vrapçisht. Sipas gjithë gjasave, në një nga këto komuna, neve do të garojmë me kandidat tonin. Gjasat janë më të mëdha që të garohet në komunën e Vrapçishtës. Në komunën e Vrapçishtës. Keni emrin e kandidatët? Do të informoheni deri nesër janë afatët dhe ne do të shohim. Në Gostivar këtë do mbështesni, pra me që nuk do keni kandidatin tuaj? Në Gostivar të përfundojnë një kandidaturat të cilët janë akoma s'kan përfunduar, apo? Dhe pastaj do të ketë qëndrim. Televizioni 21 mëson se Zulhajrat Demiri Zuli do të jetë kandidat i pavarur për kryetar të komunës së Vrapçishtit, por që do të ketë mbështetjen e ASH-së Selës. Ai aktualisht është kryetari i degës së ASH Sela në Vrapçisht, ndërsa më herët ka qenë drejtori i ndërmarrjes Hekurudha Transport.